ajo që ndodhi me komunistët, të cilët e kuptuan se në qoftë se do zotronin në këtë vend për një kohë të gjatë, ishte të shkatronin atë që kishin gjetur, u realizua. Unë them, ndoshta ne shqiptarët s'dim të bëjmë gjëra perfekte, po për fat të keq, komunistët e bën në perfekcion, e arritën teorinë e tyre, arritën ideologjinë e tyre, ta ngren ashtu siç deshën dhe ta bëjnë afatgjat, ashtu siç po ndodh. Kështu që ata krijuan elitat e tyre. Këto elita që u krijuan tani në kohën e komunizmit funksionuan pas mbjetës kaq. Ato të cilat, njerëz të cilët ishin jo vetëm antikomunist, por kishin atë brumin e tyre, kishin qenë burgjeve, internimeve, u shkatruan përfundimisht, ekonomikisht, fizikisht, mendërisht, dhe jo vetëm ata, por edhe pasardhësit e tyre. Tani ne dim që kampet e përqendrimit nëpër Shqipëri, sa ashtu duhet i quajmë ato fshatrat ku mbylleshin, ishin të gjithë njerëz linden atje, domethënë brezi i dytë dhe i tretë linden atje. Kështu që çfarë mund të mendojmë në një Shqipëri kaq të vogël, që Enver Hoxha e mbajti aq të vogël pa Kosovën dhe pa të tjerë, vetëm që ata mbizotronte siç duhet. Domethënë, çfarë mund të mendojmë se cilat janë këto elita që erdhën, më thoni.